Do të flasim për një temë tjetër, një çështje shqetësuese që po prek drejt për drejt pacientët e hemodializës në Rahovec. Komuna e këtij qyteti, udhëhequr nga Smail Latifi, ka marrë vendim për të anuluar tenderin zyrtar për furnizimin me ushqim për këta pacient, me arsyetimin se mungojnë mjetet financiare. Po për çka realisht po bëhet fjalë, do të flasim sot në studio me Enes Durgutin, nënkryetari i degës së LDK-s në Rahovec. Mirë se vjen. Zotri Durguti, na bëj një përmbledhje se për çka realisht po bëhet fjalë. Çfarë parregullsi ka ndodhur këto? Komuna e Rahovecit me pjesën e hemodializës, në kuadër të QKMF-s, është një kohë e gjatë që mirret pjesa infrastrukturore e hemodializës është rregulluar qysh para 10 viteve, mos gabosha. Tani pjesa e stafit, profesionalistëve, doktorëve është ty pa ky proces, shkaku ishin në trajnime në spitalin e Prizrenit, spitalin rajonal. Ndërsa mas 10 viteve, më në fund qytetarët e komunës së Rahovecit i gëzohen, aktivizimin të hemodializës, po me probleme. Njëri ndër problemet bazë që është dashur me u zgjidh ky problem është problemi i ushqimit. Jo rastësisht, komuna e Rahovecit është shfaq ky problem si arsye kryesore. Është vendos një kontratë, është dhënë një kontratë, një vendim mbi kontratën, është përzgjell operator ekonomik, ndërsa mas një kohë të shkurtër, në mos gabosha, me 1 prill është përzgjell, sa për sarkazëm dhe ironi, 1 prill është përzgjell kontrata, është dhënë vendimi për operatorin ekonomik, ndërsa mas disa ditëve edhe ndërprehet kontrata me arsyetimin se nuk ka mjetet mjaftueshme financiare për këtë kontratë. Kështu që problemi është human, nuk është problemi financiar. Ne jemi opozit e komunës Rahovecit, jemi opozit e pushtetit aktual, të cilën udhëheq një parti tjetër në krye me Smail Latifin, ndërsa këtu është problemi më shumë human se këta pacient nuk po bisedojnë me një numër të madh pacientësh. Pyetja ime është, ku e keni marrë vesh këtë problem? Kanë qenë pacientët, po mendoj familjarët e pacientëve ata që ju kanë njoftuar dhe a keni pas mundësi që të keni kontakt me ta? Cilat janë ankesat? Po gjithsesi, mënyrën si e ka marrë si lajm, si shqetësim, e ka marrë mënyrën nga familjarët të pacientëve. Me thënë familjarët, fëmijët, prindë, janë lajmëruar personalisht dhe janë anku shkaku i ushqimit. Me thënë ushqimi fillimisht ka qenë i mirë, ka qenë i freskët, ka qenë ushqimi adekuat. Se të pjesa e hemodializës ushqimi duhet të jetë adekuat. Nuk mund të jetë ushqimi fast food. Do të thënë është ajo gjendje diku 4 deri në 5 orë pacientët e hemodializës qëndrojnë pa lëvizur derisa do të thënë kryhet procesi i pastrimit të gjakut. Unë nuk jam doktor, po gjithsesi kam biseduar edhe me doktor edhe mjek. Po, një njeri i thjeshtë e din që aty procesin si shkon, po. Duhet të jesh i ushqyer mirë dhe kushtet janë të mira, sepse qëndron për një kohë gjatë, nuk ke mundësi të lëvizjes. Edhe kjo është e natyrshme. Tani këta familjar janë anku disa ditë me radhë, kështu kemi probleme me ushqim. Ushqimi vjen për momentin, mbas ndërprerjes së kontratës, ushqimi vjen nga Spitali i Prizrenit, rajonal. Spitali i Prizrenit është i madh. Do të thënë Spitali i Prizrenit e ka kuzhinën e vet, ne përgatisin ushqimin, e furnizojnë spitalin, ndërsa tani vjen në komunën e Rahovecit. Komuna e Rahovecit, po, QKMF-ja e Rahovecit duhet të pres derisa në Spitalin e Prizrenit të kryen të gjitha shujtat të gjithë pacientët që janë aty. Po mendoj ashtu, nga se ushqimi vjen shumë i ftoftë. Ushqimi vjen i ftoftë. Po, do të thënë kjo ka qenë ankesa kryesore e pacientëve, familjarëve të pacientëve që ushqimi vjen tepër i ftoftë, edhe një farë mënyre ditëve të fundit e kam postuar edhe një bashkëbisedë me një familjar të një pacientit, të gjithë pacientët refuzojnë ushqimin. Po. Do ta kemi edhe fotografin për cilën na keni njoftuar, ku ankesat e familjarëve aty janë të vazhdueshme. Ndërkohë, ka pas edhe një kontratë ku ju thatë që për shkak të mungesës së mjeteve, ku fondet ishin në fakt të zotuara. Keni informacione ju që ishin fondet mjaftueshme për të bërë një kontratë të tillë? Fatkeqësisht nuk jam pjesë e ekzekutivit, nuk i kam qasje të limituar, qasje të pjesshme, ndërsa e kemi vendimin, njoftimin e vendimit që i lejohet një kontratë, do të thonë një operator ekonomik e fiton kontratën me 1 prill. Me 12 prill janë ndërpresin kontratën me arsyetimin që nuk ka fondet mjaftueshme. Komuna e Rahovecit të gjithë e dinë se ka probleme financiare, keq menaxhimin e fondeve, keq menaxhimin në projekte kapitale. Do të thënë mbi 20 milion janë të zotuara kontratat, do të thënë borxhet mbi 20 milion të zotuara tek projekte kapitale të investimeve. Kjo nuk tregon asgjë
përveç se keq menaxhim, keq planifikim i gjitha projekteve të investimeve kapitale. Prandaj nuk është e çuditshme nëse, nuk kanë një fond të thuaj qesharak për 20 pacient, jemi duke biseduar, nuk jemi duke biseduar për 100-200 pacient, 20 pacient të hemodializës, një shumë simbolike të cilat komuna e Rahovecit nuk mund t'i zotoj për këta pacient, është me të vërtet, është e keqe, është fatkeqësi e madhe për komunën tonë. Ndërkohë po themi ju që keni bërë një akuzë, kështu kushtimisht po themi që komuna ka vazhduar furnizimin me ushqim jashtë çdo kontrate përmes një qebaptore lokale. Pra, është bërë furnizimi nga një qebaptore lokale. Nëse mund të sqaroni këtë pjesë, sepse... E posh, edhe unë e kam parë atë pjesën e qebaptores, nuk kam kontaktuar. Ajo nuk është vetëm qebaptore, është edhe kuzhinë popullore, nga se njihemi pak a shumë është vendi vogël, njihemi, po prandaj ka ajo ka, mendoj që ka qenë e përkohshme, po. Tashmë në ekran edhe biseda që i keni pas ju me familjarët, cilët kanë tregu që edhe nuk po e konsumojnë ushqime. Po refuzojnë, totalisht, të gjithë pacient, po. Kjo është një barë ekstra për familjarët, sepse ata duhet pastaj... Duhet të sigurojnë ushqimin vetë, po. Edhe shumica atyne nuk i kanë kushte, do me thënë, për Meksik. Janë kushtet me të vërtet të rënda pacientëve të hemodializës, edhe kjo është një barë shtesë, nuk është, prap e them, nuk është ndonjë kosto e madhe financiare, po prapë se prapë duhet ajo pjesë e humanitetit, edhe qytetarëve të Rahovecit, po edhe komunës ta menaxhoj këtë pjesë mirë, nga se 10 vjet kemi prit, kemi bë çmos, kemi bë karkesa, edhe më në fund vjen hemodializa, gjithsesi në koordinimin me Spitalin e Prizrenit, është nën kuadër të Spitalit Prizrenit, por pjesa e ushqimit, po mendoj pjesa logjistike është dashur kryhet nga komuna e Rahovecit përkatësisht që KMF-ja. Po, ndërkohë, a ka pas një procedurë transparente të themi për përzgjedhjen e operatorit, për cilin kemi lexuar edhe nga mediat për këtë qebaptore, keni pa ju diçka që komuna ka qenë shumë transparente në këtë aspekt? Nuk i kam pa, ende do të kërkojmë qasjen dokumente zyrtare, nga se përfundon procedura, tani shikojmë si ka rrjedhur i gjithë procesi i prokurimit, sa kanë qenë transparente komuna, po shpresoj do të kemi rastin që do të na lejoj qasjet plot, nga se disa herë na ka leju qasje të pjesshme në dokumente zyrtare, prandaj kjo është e rëndësishme që komuna të vazhdojë të na lejoj qasje të plot në dokumentet e prokurimit, edhe të shikojmë si ka shku i gjithë procesi. A ka qenë transparent, a ka qenë fair, edhe a është përmbajt kushteve të prokurimit. Ju me vete keni edhe njoftimin mbi vendimin e autoritetit kontraktues. Pra është grupi operatorëve ekonomik të cilin e kanë pas me një vlerë totale të ofertës, nëse mund të na japni më shumë detaje? Po, aq sa e shihni edhe ju, edhe unë kam të njëjtin dokument, është domethënë operatori fitues është diku rreth 29.000 euro, edhe i është vendimi mbi operatorin është vendos që e ka fitu projektin, detajet si e kanë vlerësuar, i thash mbasi ti kemi qasjen dokumente zyrtare, do t'i kemi pak më me detaje, edhe së bashku me ekspert prokurimit do t'i vlerësojmë si kanë shku procedura, edhe fundi do të bëjmë edhe një ankesë zyrtare nëse ka nevojë, ndërsa për momentin e kemi një emergjencë humane, si t'i bëjmë zgjidhjen pacientëve, 20 pacientëve të cilën shkojnë për ditë në komunë të Rahovecit dhe marrin shërbimet e hemodializës. Do të thënë, kjo është shumë emergjente, shumë humane, t'i ndihmojmë, të bëjmë së bashku ku në disa shkrime personale, në mesazhe personale kam edhe ofrimin e qytetarëve, bizneseve që vetë organizim me i mundësu ushqimin, do të thënë, jashtë institucioneve të komunës. Pra ata janë vetë ofruar që ta zgjidhin këtë problem dhe të japin shërbime falas për pacientët? Jo shërbime për falas, po të organizohen, t'i zotojnë mjete për 1 javë, 2 javë, 1 muaj, sa do që ka nevojë komunët të riorganizohet në pjesën e prokurimit. Apo të gjenë mënyrën si do qofta të bën zgjidhje për këta pacient, të japim një zgjidhje humane së bashku me qytetarët të ndihmojmë këta pacient. Po, më e rëndësishme se krejt këto kontrata po mduket gjendja e pacientëve dhe kjo situatë që është krijuar atje, prej çfarë periudhe kohore janë këto ankesa? Këto nga fillimi i muajit, do të thënë me 1 prill është nënshkruar kontrata, si mund ta shihni. Edhe unë e marr me sarkazëm punën e 1 prillit pak për interesant se 1 prill e dim gjithë si mirët ajo datë, po megjithatë. Po në fakt se doli e vërtet. E vërtet, po, kjo kontratë ishte e vërtet. Vendimi mbi dhënien për një operatorit ekonomik, ndërsa shumë shpejt janë bë ekzibicione, do të thonë të ndërpresës kontratës, operatori ka bë ankesë, nga se operatori ka pas
hargjime për ofertimin gjitha ato shpenzime, edhe komuna prap i është arsyetu, me arsyetim zyrtar, besoj që e keni në dokumentet të cilat i kam shpërnda dhe unë që komuna duhet të ndërpres kontratën, nuk mund të vazhdojnë në shkrimin dhe implementimin e kontratës shkaku i mungesës së fondeve. Me të vërtet ndoket qesharake. E di që nuk është do një shumë e madhe, po ndoket qesharake. Në kohë ka vazhdu me bë blerje vetë për pacientët në atë kohë, Po e kanë bo një zgjidhje blerjes faturave, nuk e di që është e mundshme ajo, po besoj që për një pjesë kohore e kanë bot mundshme, kësaj gjeltore, qebaptore që kanë qujtë, po atëherë nuk kemi pas ankesa. Dhe me thënë, në atë kohë, kur kjo qebaptore, gjeltore i ka dërgu ushqim, nuk ka pas ankesa. Po tani kur ka fillu ushqimi marrë nga Prizreni, nga spitali, nga Kuzhira, atëherë kanë fillu ankesa. Tash, a ka qenë ligjore ajo pjesa, si e kam bler ushqimin nuk e di në atë pjesë, aty du të shikojmë kur kemi qasjet plota dokumente zyrtare, ndërsa tani për tani prapë e them, duhet kthehemi edhe në asë qytetar, unë e ofroj bashkëpunimin e plot, jo opozitar në këtë rast, e kam cek edhe në status, i thras, bashkëbisedoj me shohim edhe pjesën ligjore, a e lejon, dhe me thonë që KMF-ja, Spitali Prizreni, Drejtoria Shëndetësisë, a e lejon një qasje tillë që një grupi njerëzve të ndihmojnë në këtë rast, nëse është e mundësia, atëherë besoj që gjejmë ndonjë zgjidhje. Nëse jo, prapë bëj apel komunës, drejtorisë, QKMF-s gjithëve që me gjetë një zgjidhje sa më të shpejt, nga se çdo ditë është e tepërt. Po, ju tha që ju vetë personalisht i keni pranuar ankesat e pacientëve, ndërkohë a keni informacione se të njëjtit kanë bërë ankesë dikund tjetër? Nëse kanë pas mundësi të flasin edhe me drejtorinë e shëndetësisë ose diçka e tillë? Kjo pyetje i hap shumë tema tjera, fatkeqësisht. Nuk e di sa kom kohë, po mundona Po, keni foli rrisht, sepse është e rëndësishme ta dimë dhe arsyen. Komuna e Ravecit udhëhiqet nga Smajla Tifi, dhe me thënë partia këtë cilat nuk ka asnjë partner tjetër përveç. Zotri Durguti, për korekcinë e kemi tentu që të kemi në lidhje direkte dhe kryetarin e Ravecit Smajla Tifi, por nuk e dim arsyen ndoshta për shkak të angazhimeve, i njëjti nuk ka pranuar që të jetë në këtë inkuadrim përmes një lidhje bisede, ndërkohë po tentojmë vazhdimisht që të marrim një përgjigje nga QKMF-ja. Kjo ishte vetëm për korekci. Shumë faleminderit. Kështu, qytetarët e komunës Ravecit, në përgjithësi, nuk e shohin si adresë ankese për problemet e përgjithshme komunën, nga se komuna, së bashku me Smajla Tifin, e jep një presion të vazhdueshëm, një presion të ankesave që çdo send duhet me qenë perfekt, asgjë nuk guxon me qenë gabim, edhe nuk e shohin si adresë nga se e para nuk ka zgjidhur asnjë problem, nuk ka zgjidhur përmes ankesave. E dyta, qytetarët kanë pas telashe me çdo ankese, domethënë ndaj pushtetit. Telashe të tipit? Telashe personale, do me thënë presione, telefonata, do me thënë ka pasur telashe nga vetë komuna, pushteti ekzekutiv, drejtora, kështu që nuk e shohin shumë si adresë komunën. Keni parë ju fakte? Nuk kam parë fakte, po me bashkëbisedim me qytetarëve. Prandaj vetë fakti që qytetarë ankohen tek opozita, ankohen tek, unë e di që ankohen në për kafeteri, flitet, po vetë ai guximi që qytetari me shku në komunë, edhe të bëjë një ankesë, është mungesë i ka 10 vjetë këtij pushtetit. Me thënë 10 vjetë kemi një pushtet njëjtë. Me thënë një pushtet i cili i ka keq menaxhu fonde financiare, nga se shihni edhe vetë, me thënë mbi 20 milion. Po janë qytetarët ata që po zgjedhin prapë, se 10 vite nuk janë pak. Fakt është, po besoj që zgjedhjet lokale do të pasqyrohet ky problem të vota. Prapë them, nuk ka marrë si opozitar, ka marrë si një qytetar edhe tash nuk e di a mundem mi përfaqësu të gjithë komunën e Ravecit, qytetarët e komunës së Ravecit, por me të vërtet ka marrë me një bindje të mirë, me një jetë të mirë, si i thonë në gjuhën popullore, që me gjetë një zgjidhje dhe me ndihmu. Prandaj po i bëj apel qytetarëve të komunës së Ravecit, jo vetëm opozitës, jo vetëm qytetarëve, po t'i bëjnë ankesat zyrtare të protokolluara në komunë, ato jesin si fakte. Çdo ankesë protokolluar jetë si fakt, edhe nuk besoj që në të ardhmen, po shpresoj që komuna së bashku me ekzekutivin nuk do t'i revanshohet ankesave të ndryshme qytetarëve. Pra ju po thoni se heshtja e qytetarëve arsyetohet me atë se ata janë të lodhur edhe të friksuar që të vazhdojnë tutje me ankesat e tyre për shkak presionit që është bërë nga është bërë presioni e para, e dyta, çdo ankesë nuk ka vazhduar me zgjidhjen e problemit. I keni disa portale lokale në Rahovec, cilat funksionojnë, i ke individ që nuk janë të kyçur politik, çdo ankesë vjen tek ta individ, tek ta portale. Do të thonë, nuk shkojnë në adresë ku duhet shkojnë ankesat, por shkojnë majtas djathtas i gjojnë mënyrën se si qasen
gjithë kohës unanimisht. Me thënë, gjithë ankesat i kina komunë të Rahovecit unanime. E kjo është për të studiuar nga njëherë se pse qytetarë nuk dalin edhe ankohen publikisht. Kam probleme ushqim, del emri mbi emri filan fisteku, edhe pik, po është një farë frige e revanshit, dhe me thënë, personal të këtyne qytetarëve nga pushteti ekzekutiv. Çka konsideroni që është një problem tjetër që është shumë serios dhe duhet trajtuar në komunën e Rahovecit? Sepse tha që keni shumë për të folur sa i përket këtij aspekti. Po kemi shumë për të folur, po gjithmonë është ai elefanti në dhomë të cilët frigohen çdo kush me ngrit si çështje, si problem, edhe me ngrit gishtin ndaj problemit, me thënë, me potencu problemin që ekziston. Me thënë, është një elefant në dhomë, po gjithë bëhemi që nuk e shohim. Prandaj po shpresoj që të pasqyrojnë. Nuk jam të i bo fushat, dhe me thënë asesi, mos më keq kuptojnë, po gjithsesi mendoj që në shekullin 21 me teknologji, me qasje në media sociale, shpresoj që kjo do të ndryshon shumë shpejt për të mirën e qytetarëve, me thënë shërbimin. Ne, edhe si politikan, edhe si qytetarë, gjithmonë duhet punojmë në një të kemi qytetarët kushte sa më të mira për jetesë, me thënë, sot jemi për një grup që kanë gjendje shumë të keqe shëndetësore, me thënë, kur ne kemi problem t'ja u bëjmë shujtën 20 personave në hemodializë, e ku janë probleme tjera, me thënë, kemi probleme, dhe me thënë që kemi probleme shumë që nuk miremi me ta. Cila është kërkesa juaj nga kjo studio, sa i përket kësaj çështje dhe këta pacientë që janë ndjerë të lirë që juve t'ja u përcjellin këtë ankesë? Ankesa, unë i kam premtu familjarëve të pacientëve, me pacient nuk kam bisedu, nuk kam dash me shqetësu, kanë problemet njoftush me pacient, unë familjarëve i kam premtu që zgjidhjen do t'a gjemë. Do të mundohemi t'a gjemë zgjidhjen përmes institucioneve, pushtetit lokal, po ma e keqja do të mundohemi t'a gjemë zgjidhjen edhe me qytetarët, edhe me biznese. Me rëndësi është që këta pacient, këta familjar ta kenë ushqimin mirë, ushqimin adekuat në kohën kur janë në hemodializë. Me thënë, unë vetëm i bëj apel edhe pushtetit lokal, edhe gjithve që bashkëpunojmë, ta gjejmë një zgjidhje, jo të na shohin vetëm si opozit. Atë punë e kemi, dhe me thënë, atë angazhime kemi si opozit, të identifikojmë probleme, po mund t'i zgjidhim bashkarisht, dhe me thënë, nuk është nevoja na vetëm të ankohemi, t'i potencojmë probleme, tërsa komunat punoj. Mundimi edhe ne të kyqemi bashkarisht, të gjejmë do një zgjidhje ndoshta më të mirë, që pacient edhe gjithë qytetarët të komunës Rahovecit ta kenë një zgjidhje më të mirë. Po, si është gjendja në reparte tjera, keni pranuar ndonjë ankesë për diçka? Jo, unë zakonisht mirëna kur problemet dalin në shesh, do të thënë kur ka ankesa, kur ka lajmërimet ndonjë skandal, po ndonjë skandali që ka ndodhur, tani ne si opozit kërkojmë qasje dokumenta zyrtare edhe vazhdojmë procedurën, e shikojmë si ka shku procesi i prokurimit, si ka shku përzgjedhja, ankesa, tani bëjmë me qytetarë bashkëbisedojmë dhe mundohemi sa më shumë me faktizu, do të thënë, edhe sot jam në studio me fakte, me gjitha vendimet, me ankesat, nga se mos të flasim ashtu kot, po t'i kemi fakte, si ka shku procesi, edhe fatkeqësisht nuk mund t'i them emrat e familjarëve të pacientëve nga se mundohet me thonë, e kam premtu që me rujtë anonimitetin, po ekziston një farë frike revanshit politik gjithmonë ajo pjesë. E qytetarëve se mos po bëjnë diçka keq, po në fakt kjo duhet ndaloj. Po duhet, po shpresojmë që në ta me të shkurt kjo do të, po. Që janë të paregullta edhe duhet raportohet për to. Kjo është edhe puna që ne mediat po mundohemi ta bëjmë vazhdimisht, që të paktën të ketë ndonjë efekt edhe kjo që po bëjmë ne. Ndërkohë më interesoi tha që ushqimi vjen nga Spitali Rajonal i Prizrenit. Sa është koha, sa është largësia po mendoj prej spitalit ÇKMF-s në Rahovec dhe Spitalit Prizrenit? Parafërsisht. Në mos gabofsha diku 35 kilometra i ka dallimin, kështu që për gjysmë ore normal vjen. Nuk është kohë e shkurtë, a? Nuk është kohë e shkurtë, po ta nisësh me një herë të frest. Po, a i bie kjo që vonohet dreka, sepse nuk mund të shërbehet dreka në të dy vendet në të njëjtën kohë? Po, vonohet gjithsesi, unë po mendoj që... Pra ka ndrua dhe orari i drekës, a? Kuzhina e Spitalit Rajonal të Prizrenit i ka primare pacientët e vetë. Nuk e vend dyshim atë pjesë, po gjithsesi gjysore, dhe me thonë, është pa trafike, kam fjallën, e dinin nga njëherë edhe trafiku nga rkesat, trafiku të rrugor, po është qytet tjetër, edhe
nuk e shko orari i hemodializës mund ndryshoj. Do të thënë nuk ka nevojë me qenë orari i paraditës apo pas ditës, po ajo 4-5 orëshi duhet kaloj. Do të thënë unë po besoj që e kanë aranzhu orarin në bazë nevojës, do të thënë në bazë ushqimit kur vjen, por gjithsesi është distanca, është koha, është pacientët e hemodializës në ÇKMF të Rahovecit janë sekondar, prandaj nuk i vë në faj Spitalin Rajonal edhe kuzhinën e Prizrenit, nuk i vë në faj pushtetin ekzekutiv, nga se mund të arsyetohen, nuk është kjo përgjegjësia jona, po gjithsesi mund të bëhet. Do të thënë është një gjithaj lajmi, gjithaj gëzimi që e kemi tërhek pjesën e stafit të komunës Rahovec, i cili ka punuar në hemodializën në Prizren, i cili ishte në trajnime me vite. Do të thënë, më në fund gjithaj gëzimi, ky gëzimi unë po mendoj që është dashur me u shpërbly me gjitha kushtet, do të thënë kushte logjistike, kushte me mjek edhe kushte me ushqim të freskët, do të thënë. Po, ndërkohë tashmë e kemi përmes një lidhje direkte Elbunit Kryeziu, doktor në ÇKMF në Rahovec. Zoti Kryeziu, nëse po na dëgjoni? Po, përshëndetje. Nuk e di sa patët mundësi që ta ndiqni bisedën këtu në studio, është zotri Durguti nga Rahoveci, i cili pati një ankesë i përket shërbimit me ushqim të pacientëve të hemodializës, pra që e marrin këtë trajtim në ÇKMF-n ku punoni edhe jo. Po, në lidhje me çka ka qenë shqetësimi? Shqetësimi është që ushqimi tashmë po merret nga Spitali Rajonal i Prizrenit dhe zakonisht pacientët po ankohen se ushqimi vjen i ftohtë, vjen me vonesë, pra ankesa të tilla. Po, është e vërtet, për momentin jemi duke furnizuar prej Spitalit Rajonal Prizrenit, për shkak që kontrata që ka qenë e destinuar për ushqim të pacientëve në dializë, është kryer gjitha procedurat, por në momentin kur dashmë ekzekutu, përmbaruesi i ka marrë gjitha parat e komunës, edhe me çfarë kemi mbet pa furnizim me ushqim. Për momentin e kemi si zgjidhje vetëm furnizimin prej Spitalit Rajonal të Prizrenit, që besoj shumë shpejt do të gjejë një zgjidhje komuna rreth kësaj çështje. Po, sa është e rrezikshme kjo për pacientët, me që edhe ky ushqim është pa kontratë, ë? Është një zgjidhje e përkohshme, siç po thoni edhe ju. Përkohshme, po, përkohshme, derisa të bëjmë zgjidhje më permanente. Po, arsyeja që nuk ka ndodhur kjo zgjidhje. Pse ka ndodhur gjithë kjo? Pse janë ndalë edhe bashkëpunimet me operatorët e tjerë? Është për shkak të fondeve, siç keni deklaruar? Po. Ka qenë tendere që është hap, edhe është kry procedura gjitha, por kur është bërë për mu pagu më kry pagesa, përmbaruesi i ka marrë gjitha parat që kanë qenë të destinuar edhe për këtë tender, edhe me çast është anulu tenderi, për presim për një zgjidhje shumë shpejt prej komunës për këta pacient. Po, ndërkohë ju punoni aty, keni pranuar ankesa të tilla nga pacientët, jeni në dijeni për këto ankesa që këta të njëjtit kanë? Po, unë si drejtor, sigurisht që jam në dijeni për këtë çështje, edhe kemi adresuar me çështën tek organet kompetente, edhe e vetmja zgjidhje për momentin ka qenë që mu furnizu prej Spitalit Rajonal të Prizrenit me ushqime deri në një zgjidhje të prershme. Po, edhe deri në një zgjidhje pa afat caktuar, a? Keni ndonjë afat se kur do të bëhet zgjidhja apo jo? Afat nuk kemi, po jemi të i punu në drejtim që me bëhet zgjidhje sa më shpejt. Po, pra kjo është përgjigjja juaj. Ju falenderojmë shumë për inkuadrim, zotri Durguti, dështet të... Jo, pajtona, po mendoj, aq informatat e njëjta i nda me qytetar, po vetëm po shpresoj pe kërkoj nga drejtori nëse ligji e lejon që vetë qytetar, nga se janë ofruar vetë qytetar, vetë biznese lokale, që të ndihmojnë derisa të gjendet një zgjidhje afat shkurt. Në me thënë, një javë, një muaj, sa ka nevoj qytetarë e lajmëru vullnetarisht që a ka nevoj me organizu edhe me o dërgu ushqim të frest. Po, ndërkohë, po mendoj që kjo pjesa e ligjit dhe këtu s'kan të bëjmë me doktorin, e falenderojmë shumë për këtë paraqitje të drejt për drejt dhe që ishit transparent sa i përket. Po, urnone, lirisht. Për çfarë specifikave të ushqimit të gjendjes pacientëve që e ka në dializë, ushqimi duhet me qenë pak më i zgjedhur, i motën me grame gjitha këto, është iniciativë e mirë, por nuk besoj që na kishte ndihmuar shumë në këtë rast.
Po në fakt është folje dhe për një kontratë me një qebaptore. A është ushqimi cilësor nëse pacientët e tillë ushqehen me qebapa dhe qyfte, si i themi ne? Jo, nuk vinë këto ushqime aty, ushqimet sillen me specifika nga nutricionisti që rekomandon se cilat ushqime duhet ushqehen pacientat e dializës për shkak të gjendjes shëndetësore që e kanë. Normalisht ata nuk duhet të ketë shumë krip, duhet të ketë një sasi të caktuar karbohidratet, proteine, gjitha këto matën edhe në bazë të atyne preferenca specifika edhe po të ushqimit. Po, a qëndron kjo se keni pas një marrëveshje kështu me një qebaptore lokale? Jeni ndjeni ju që keni pas një furnizim të tillë? Jo. I mohoni këto të njëjtat. Në rregull, unë ju falenderoj shumë për këtë paraqitje. Faleminderit juve. Ju përshëndes. Zoti Durguti dhe juve ju falenderojmë shumë që ishit sot në studio dhe diskutuam për një çështje dhe për një ankesë shumë të rëndësishme të pacientëve. Faleminderit shumë dhe juve.